Territori i Kosovës për datën 6 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të ftohta, me mundësi për rreshje të dobëta dhe mod të paqëndrueshëm, veçanërisht në orët e pasdites. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të shumta dhe mundësi për rreshje të izoluara, ndërsa pasditja do të sjellë rritje të mundësisë për rreshje të dobëta, kryesisht në zonat juglindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 13 gradë Celsius në disa zona perëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 6 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët nga 1 deri në 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 6 nëntor do të jetë në orën 6:08, ndërsa perëndimi në orën 16:30. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 13 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 12 gradë Celsius. Pej 6 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj 5 deri në 12 gradë Celsius. Kachani 5 deri në 12 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 13 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 11 gradë Celsius.